Analistë e njohës të mirë të sigurisë nga Kroacia kanë demaskuar komentet e fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić për sa i përket deklaratës për bashkëpunim në mbrojtje mes Zagrebit, Tiranës dhe Prishtinës. Kreu i shtetit serb, duke akuzuar veçmas Kroacinë, ka thënë se është shkelur marrëveshja nënshkruar më 1996 për kontrollin nën-rajonal të armëve. Nënshkrues të saj kishin qenë Kroacia, Bosnia dhe Herzegovina dhe ish Republika Federale e Jugosllavisë. Akuzat se kjo cënon marrëveshjen e 1996 thjesht nuk përkon me të vërtetën, ka thënë ish politikani e diplomati kroat Božo Kovačević, i cili tani është ligjërues në Universitetin Libertas në Zagreb. Në një prononcim për Deutsche Welle, ai ka përkujtuar se një prej shteteve nënshkruese të asaj kohe nuk ekziston më. Presidenti Vučić nuk e ka saktësuar se ku është kërcënimi ndaj sigurisë kombëtare të Serbisë, për shkak se vetëm kjo mund të ishte themel për kritikë të përligjur. Shqipëria dhe Kroacia tashmë janë në NATO dhe ato e njohin pavarësinë e Kosovës. Ndaj kjo marrëveshje mund të thuhet se është analoge me Paktin Ballkanik të nënshkruar më 1953 mes Jugosllavisë dhe dy vendeve anëtare të NATO-s, Greqisë dhe Turqisë. Kjo garantoi tërthorazi sigurinë e Republikës Federative Socialiste të Jugosllavisë nga një sulm prej Bashkimit Sovjetik, ka thënë Kovačević. Sipas pikpamjes së analistit kroat, marrëveshja Kroaci-Shqipëri-Kosovë është benigje për nga natyra dhe qëllimi i saj është ekskluzivisht fuqizimi i sigurisë së Kosovës. Sidoqoftë ka arsye për shqetësim, duke pasur parasysh që Serbia së fundmi është përfshirë me paramilitar në trazira atje. Në anën tjetër, nëse flasim për 96-ën dhe atë çfarë pasoi atë, duhet të theksohet se një prej vendeve që doli prej Republikës Federative të Jugosllavisë, Mali i Zi, në ndërkohë është bashkuar NATO-s. Prandaj ajo marrëveshje më nuk është e zbatueshme, ka shtuar ai. Edhe politologu nga Fakulteti i Shkencave Politike në Zagreb, Boško Pikula, ka shfaqur bindjen se lidhjet e sigurisë mes vendeve të Evropës qendrore e juglindore janë parësisht reflektimi i nevojave autentike të kontekstit rajonal. Sipas tij, ato janë edhe reflektim i proceseve që po zën vend gjithnjë më shumë në nivel kontinental e global. Deklarata për fuqizimin e bashkëpunimit të mbrojtjes mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës duhet të shihet në këtë kontekst. Më 2009 Kroacia dhe Shqipëria u bën bashkërisht pjesë e NATO-s. Forcat e KFOR-it janë vendosur në Kosovë që prej përfundimit të luftës më 1999, ka thënë Pikula.